Shikues të MCN, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Në këtë pjesë të parë të MCN Informacion do të flasim për reformën territoriale. Qeveria prej disa javësh ka nisur tashmë dëgjesat publike në disa qytete të vendit, ndërkohë që ka patur edhe propozime nga disa grupe interesi dhe nga opozita. Por si do të ndikojë kjo reformë veçanërisht tek qytetet e vogla? Për ta diskutuar këtë me mua në studio është avokati Artan Manushaqe. Faleminderit që jeni këtu. Dhe na bashkohet përmes internetit ish kryetaria e Bashkisë së Prenjasit Miranda Rira. Faleminderit zonja Rira. Faleminderit Edelina. Juar ditën e Bajramit. Faleminderit gjithashtu edhe gjithë shqiptarëve. Avokat, ju jeni këshilltar ligjor i Partisë Demokratike për Reformën Territoriale. Cilat janë propozimet që ju keni bërë dhe si keni parë dëgjesat publike të realizuara nga qeveria deri më tani? Pare njerë gëzuar kur bëjmë Bajramin për gjithë besimtarët shqiptar, harmoni, paqe, begatim, familjet e tyre. E dyta, falenderoj Partinë Demokratike për besimin që më ka dhënë si ekspert për reformën territoriale, por i Partisë Demokratike dhe i opozitës shqiptare. Pra, ekspert. Çështja e reformës territoriale është një çështje që nuk shtrohet sot. Pra, nuk sot ne po shkojmë pasojat negative të reformës. Po çështja e reformës territoriale është shtruar vite më parë për problematikat që ajo ka paraqitur. Tani jemi në një kohë apo në një periudhë që përveç nevojave që nxit kërkesa për reformën territoriale, janë edhe disa aspekte në pikpamja e integrimit në Bashkimin Evropian që kërkojnë disa standarde, që do të thotë rajonizimi. Pra, nuk mund të bëjmë reformë territoriale dhe të bëjmë rajonizim. Pra, ecin të dyja paralel së bashku. Bashkimi Evropian nuk do vendos kushte në fakt që ti të bësh 5 bashki, 1000 bashki, 500 bashki, apo të përsaktosh një numër të... Po sepse i takon politikës së brendshme kjo. Të saktuar. Por ajo që të detyron Bashkimi Evropian, pra kuptimin e mirë, jo të detyron nëpërmjet ligjit, por nëpërmjet financimit publik, është që të thotë, po, rregulloni çështjen e autonomisë, decentralizimit dhe në veçanti rajonizimit. Aty ne mund të përthithim investime më të shumta. Tani, kthehemi çik te pika kryesore që pse kemi ardhur në te çështja e reformës territoriale dhe cilat janë arsyet që ne kemi filluar dëgjesat publike, pra sigurisht Partia Demokratike opozita edhe maggioranca ka ardhur sepse kjo reformë territoriale ka dështuar. Me qartë. Ku ka dështuar? Që të o bëjmë më të thjesht shqiptarve. Ka dështuar, unë nuk po them që nuk ishte dëshirë të mirë nga të dyja palët, edhe me ato problematikat që, edhe me treqen që pati Partia Demokratike në atë kohë, sepse ideja është që reforma territoriale çështje konsensualitetit politik. Se nuk mund ta trajtosh ti ke kartoni sot dhe unë e thash, kam thënë në studion tuaj, sepse një maggiorancë, që sot maggiorancë, nesër do të opozitë. Mirë po, pushteti lokal është i gjithëve. Pra në këtë këndvështrim, reforma territoriale është një çështje që kalon përtej dimensionit politiko-partijak dhe kalon të nevojë qytetare dhe elementi numër 1 që bëhet edhe i dukshëm për qytetarin është shpopullimi. Mirë, ne do ndalemi më konkretisht edhe tek... Pastaj vim te shërbimet. Pra, shpopullimi para mund ta diskutojmë më vonë. Sigurisht. Si elementi numër 1, pra po të shikoni fshatrat, pothuajse fshatrat janë shpopulluar, qytetet që futen qytetet e treta si kategori. Qytetet rurale, po themi, që janë më afër. Edhe ato kanë filluar po shpopullohen. Do ndalemi ti analizojmë me pika. Duat marrë edhe në këtë pikë edhe mendimin e zonjës Rira, duke qenë se ju keni qenë kryetare e Bashkisë së Prenjasit. Si e keni parë ju dhe Partia e Lirisë propozimet për reformën territoriale deri në këtë pikë? Së pari po jap koncepcionin tim dhe vina lidhur me reformën territoriale, domethënë si person, si një ish kryetari, si dikush që le themi ka parë në terren se çfarë ndikimi ka reforma, si dikush që e ka votuar këtë reformë, sepse në 2014 kam qenë deputete e qarkut të Elbasanit dhe në atë ku janë bërë shumë diskutime pafund lidhur me dobishmërinë që do të cilë reforma, sa shumë shërbime, cilësia e shërbimeve do ishte më afër qytetarit. Dhe sot, mbas kësaj kohe, pas pothuajse një dekade, shohim që në fakt reforma territoriale ka dështuar. Ka dështuar sepse së pari ajo për cilën u krye dy esencat ose dy thelbet kryesore të reformës territoriale, të njihen kryesisht edhe nga karta, nga Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale, janë pikërisht dy, pra si shtam, decentralizimi dhe autonomia vendore.
Në fakt, çfarë ka ndodhur? Ne vetëm para pak kohësh pam kryeministrin Rama, i cili shkarkonte drejtorët, domethënë dha urdhër që disa drejtorë të drejtorive të bashkive të ndryshme të shkarkohen. Domethënë kjo është një abuzim dhe një minim i madh i autonomisë vendore, lokale. Pse? Sepse pushteti qendror dhe pushteti vendor janë dy pushtete të ndara. Natyrisht, nëse pushteti lokal ose vendor është autonom, është i lirë, atëherë pushteti qendror nuk mund të ndërhyrë sa artiteke. Pra, ne kemi parë, domethënë le themi në thelbin e vet, këto dy pushtete gjithmonë kërkojnë nga njëra tjetra. Ajo që është bërë, sidomos gjatë qeverisjes Rama, është bërë sikur i është dhënë liri, pavarësi bashkive, dhe këtë e flasi ish kryetari bashkie, por nga ana tjetër ju është marrë shumë liri. Transferta e pakushtëzuar, që është ajo që jepet pra çdo bashkie, ka ardhur në rritje nga viti 2014 deri tani. Por flasim për shërbimet, a ka ndryshuar? A është rritur cilësia, a i ndjen qytetarë, sepse kjo është kryesorja? Unë them që jo, dhe shpopullimi është vetëm një mënyrë që tregon këtë, por jo vetëm. Pra, ajo që, domethënë, për të dalë te thelbi dhe për të qenë në të njëjtën logjik me avokatin, me ekspertin, kush është arsyeja, motivi pse bëhet kjo reformë? Cilat janë sipas jush pikat e gabuara, zonja Rira, që janë ndjekur nga politika? Po, vetëm këtë dua ta mbaroj. Nga krijimi i shtetit shqiptar në 1912 dhe deri tani, pra në këto 114 vite shtet, janë kryer rreth 15 reforma territoriale. Pra këtë Shqipërinë tonë e kemi ndarë në, le themi, në bashki, në komuna të ndryshme. Ajo që vihet re dhe ajo që unë mendoj, ajo pse bëhet reforma tani, unë mendoj që ka tërësisht një pasaj, pra ka një qëllim tërësisht elektoral, lidhet me atë metodën ose fenomenin e salamandrës, ose si që njihet ndryshe në anglisht gerrymandering, që do të thotë jepet përparësi një ndarje elektorale të gjithë hartës së Shqipërisë në mënyrë që një parti politike të përfitojë sa më shumë të maksimizoj votën. Po. Tani ne kemi zgjedhje lokale dhe ato të përgjithshme më pas. Nëse i referohemi hartës ose reformës 2014, nëse vëre reformën ose hartën, po ta shikon Bashkinë e Kamzës që ka formën e Ampadësitit. Domethënë kjo është e pakuptueshme, por një njeri që, domethënë thjesht ta shikosh e kupton që këtu është tërësisht një çështje elektorale. Logjika, unë mendoj që kryeministri Rama xha e ka vendosur se si do ta ndajë këtë Shqipërinë, në sa bashki do ta ndajë. E gjitha këto debate, diskutime bëhen thjesht sa për thënë që po unë në fakt i bëra diskutimin, por e gjitha kjo bëhet për të pasur sa më shumë bashki. Dhe për të ardhur në ndihmë, jo në ndihmë, po për të arritur qëllimin e tij që unë i fitova të gjitha bashkitë. Dhe ky është qëllimi kryesor. Pra nuk është qëllimi tek shërbimet, nuk është qëllimi te subsidiariteti, pra te shërbimet sa më pranë qytetarët, sepse ne flasim për shërbimet, ne flasim për ujësjellsat. Unë mbaj mend që edhe pse me VKM u nda që çdo bashki të kishte ujësjellsin e vet, Bashkia Prenjas dhe Librash kishte një shah. Në fakt, dhe unë kam qenë ajo që në ndeve me kryetarët i kam thënë pse nuk ndahet. Ju kuptoj, po. Morën Prenjasit për shembull, ja çuan po gradetit. Për të shtuar, për të shtuar diçka këtu, zonja Rira. Në fakt, kryeministri Rama dëshiron që të minimizojë numrin e bashkive ndryshe nga opozita që kërkon të shtojë bashkitë në rang republike, në mos gaboj. Unë këtë gjykim, domethënë të perceptim kam, jo gjykim, po perceptim, ai me sa kuptoj unë, dëshiron ta çojë numrin nga 61 në 30-34, të bëj bashki më të mëdha, mbase të kryejë edhe disa rajone, sepse ky është i kusht që na ka kërkuar Kongresi i Autoriteteve Lokale Rajonale, bëja kështu me radhë, sepse kështu funksionon, ku janë këshilltar, këshillat bashkiake e tjera. Por synimi i tij pra është që të bëjë një reformë ta copëzoj se kush është pra, si do konfigurohet, kush është demarkacioni që do të kenë këto 61 bashki, nga 61 sa do të bëhen. Nëse do të jenë aq. Absolutisht nuk mendoj që ka synimin tek 61-shi dhe më shumë. Mendoj që ka vetëm një qëllim vetëm për të ulur numrin dhe arsyeja pra bëhet vetëm për të fituar sa më shumë pushtet dhe për të marrë sa më shumë pushtete pa fund, por asesi kursesi për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve tek qytetarët. Ju kuptoj. Avokat, cilat janë sipas jush disa nga pikat e gabuara që janë ndjekur nga politika? Para njëherë bie dakord me ato që tha ish kryetare e Bashkisë Prenjas si zonja Miranda Rira, që ka qenë një bashkiake shumë e mirë dhe shumë e respektuar në zonë, edhe me rezultate konkrete mbaj mend në atë periudhë. Për te faktit që zoti Rama mund ta shikojë si prioriteti numër 1 si çështje elektorale, pra për të ndarë Shqipërinë në bazë interesave politike, sigurisht që opozita ka misionin e vet që t'u thotë qytetarëve
ku nuk shkon reforma dhe për çfarë duhet bëhet kjo reformë. Po sa ka në dorë qytetarët për të ndërhyrë, për të bërë ose jo reforma? Detyra, po kjo tani, detyra jonë si ekspert, po edhe e opozitës është që t'ju bëj të ditur qytetarëve ku ka gabuar, çfarë do të bëj maggjoranca dhe çfarë ofron opozita në këtë rast. Dhe çfarë ofron? Dhe çfarë ofron opozita? Opozita ofron konceptin e decentralizimit dhe autonomisë që çon më afër qytetarit shërbimi. Që do të thotë, konkretisht. Atë çështjen e bordit kullimit që përmendi Zonja Rira, për shembull, në 2014 e kam pasur bashki, tani kam marrë zotëria. Apo çështjen e shoqëritë e ktheu këto drejtorinë e sjellësit. Drejtorinë e sjellësit e ktheu në shajë, mori vet, e futi në sjetër, e përqendroi. Tani mos i futem unë modeleve europian, se unë i njoh mirë. Pra, te reforma që u bu... Tani këtë ka bërë për çështje tenderash, për tenderat më dhaja dhe bufje. Po, sepse organizohen dhe tenderat. Të gjitha i centralizojnë, pra qytetarëve, por që të bëjnë tenderat më dhënë me vlerat më dha dhe t'i ketë nën kontrollin e tij. Pra, duke centralizuar, ç'a bën? Se ky është, domethënë, centralizimi është ana e kundërt e decentralizimit. Pra, centralizimi është pushteti në një, pra përqendrimi i pushtetit në një dorë. Pra dhe ti ja merr pushtetin lokal nëpërmjet këtyre. Atëherë pse duhen bashkitë kur të gjitha përqendrohen në një dorë? 42 kompetenca i kanë nxjerr Partia Demokratike dhe opozita, janë të listuara të gjitha, janë në Kuvendin e Shqipërisë, janë bërë publike shqiptarët dhe du bëhen, 42 kompetenca i ka marrë kjo qeveri. Që janë hequr bashkive. Na 2014 deri tani 42 kompetenca e ka marrë, që do të thotë përqendrimi i pushtetit, marrja e tendrave, kontrolli politik, mungesa e autonomisë fiskale, sociale, administrative, organizative, gjitha këto që de facto kanë kthyer pushtetin lokal në formë, jo në përmbajtje. Pra prandaj edhe nuk i vete shërbimi qytetarit. Një pyetje thjesht, një qytetar që i zhbllokuar ai kanali në Lushnjë që punon tokën atje, ku do ta bëj ankesë? Ai nuk di ku ta bëj ankesë. Logjikisht duhet të shkojnë bashki. Njërin kohë vinte te njësia e vet, aty. Njësia vinte te bashkia vinte te qarku, e zgjerohesh, kushte tani nuk di, thotë, drejtoria rajonale na Lushnja do vesh në Durrës, do vesh në Tiranë, apo siç kanë dalë drejtoritë arsimore, që kanë futur 7-8 skrapari për shembull e kanë në Koç, drejtoria qendrore arsimore. Edhe librazhi dhe prenjasi i Elbasanit, më fal tani, librazhi i prenjasi i Elbasanit skrapari në Korçë. Po tani si mundet një mësues edhe një bord se këtu është çështja e funksioneve, pra a duam t'ju japim bashkive funksione apo ti marrim? Apo duam t'i bëjmë i them në TNQ. Tani unë mbaj mend që unë isha kryetare bashkie, edhe kisha një fshat Rash tani që nuk ishte edukatore dhe më vini 20 prindër më qanin, thoshin duam edukatore, edhe unë kur doja ta emëroja atë edukatore dhe ta paguaja nga parat e bashkisë, nuk më linte prefekti Elbasanit, sepse më thoshte nuk është e drejta jote të emërosh një edukatore. Pra imagjinoni se çfarë lëmshi lokal ose lëmshi juridik krijoi aty. Në këtë aspekt, kryetari i bashkisë edhe kur ka mundësi për të paguar një edukatore, nuk e emëron dot, nuk e linte prefekti, ma kthente mbrapsh. Sa raste të tjera, pra këtu janë funksionet. A bëhet kjo reformë për ta forcuar bashkinë, për t'i dhënë pushtet kryetarit të bashkisë, qytetarëve në fakt, jo kryetarit. Për çfarë kanë sot nevojë qytetet e vogla? Zonja Rira, qytetet e vogla, për çfarë kanë sot nevojë? Do të thënë për t'ju ardhur në ndihmë për nevojat bazike. Prenjasi, librazhi për shembull, për çfarë kanë nevojë sot? E di për çfarë kanë nevojë sot, Etelina? Para 10 vitesh kishin nevojë për shërbime. Sot ka nevojë për njerëz. Ka nevojë për njerëz. Nëse kjo reformë do të bëhet për të luftuar dramën më të madhe që po i ndodh vendit tonë, që është popullimi masiv i frikshëm, i largimit të shtresës së mesme, të rive, të atyre që janë pa punë, por edhe të atyre që janë të punësuar, që ke fshatra të tërë të braktisur, shtëpi të lëna bosh, shkolla të kyçura, 10.000 fëmijë më pak vetëm në arsimin 9 vjeçar, me mirat të tjerë bashkë me arsimin e mesëm. Nëse reforma do të bëhet për të luftuar shpopullimin, do kishte qasje tjetër. Sot Prenjasi dhe shumë qytetet të tjera të vogla, Cërrikuva, Idejës, ku diun, kanë shumë nevojë për njerëz, sepse njerëzit kanë ikur. Tani, edhe ato pak shërbime që ishin, pothuajse gjithnjë më tepër janë në duart e vetëm patronazhiste, pjesa opozitare për shkak se ka qenë e papunësuar, për shkak se është deklasifikuar, për shkak se është luftuar, pothuajse ka ikur, dhe tani ne bëm një reformë e cila do ta politizojë akoma dhe më shumë pushtetin lokal. Dhe kjo është frika ime.
kjo reformë territoriale po bëhet për t'i dhënë akoma më shumë pushtet një parti e shtet, që është Partia Socialiste. Në vitin 2019, opozita praktikisht si zgjedhjet dhe ishte fari i saj, ishte gjithë fatura që ne po i vuajmë dhe sot. Me këtë reformë kam frikë se kryeministri do akoma të çimentojë gjithnjë më tepër pushtetin e tij, sepse ka marrë tashmë pushtetin lokal. Si mundet të thotë kryeministri ne do t'i fitojmë të gjitha bashkitë, një kohë kur ai mori të gjitha bashkitë. Vetëm LSI-ja asaj kohe kishte 8 bashki dhe sot nuk ka asnjë. Në të gjithë vendin kishim antar të këshillave bashkiake, në të gjithë Shqipërinë, mbi 500-600, po ata ishin zëra ndryshe që sot janë fikur, nuk ekzistojnë. Ato pak zëra opozitarë që janë në përbashkitë e rretheve dhe të bashkive të vendit janë zëra real që sjellin problematika. Ju e keni parë për paketën e maleve që sa ka hyrë dhe sa probleme kanë sjellë, po kush flet? Flasin vetëm këshillat bashkiake ose antarët e këshillat bashkiake që janë opozitarë, sepse pjesa tjetër merr një pak, hyç gojën si vaj, mbyll me gojën dhe askush sus. E kuptoj. Reforma për çfarë bëhet pra? A bëhet për këto shërbime që tha avokati më pranë, më shpejt, më mirë tek qytetari? Jo, se problemet që ka Bashkia Prenja, se librazhdi e bashkitë e vogla janë të pafundme. Nuk po flas për transportin, nuk po flas për bordi kullimi, nuk po flas për shërbimet, për shkollat e kyçura, por më shumë se sa për shërbime, sot ka nevojë për njerëz. Dhe nëse reforma do bëhet për të luftuar shpopullimin, unë nuk e kam dëgjuar në asnjëherë pra në këtë ligjëratën e kryeministrit të thotë ne do ta bëjmë reformën për këtë gjë, për shpopullimin. Nuk e zë fare. Ai ka njerëza njerëz boni do ta dëgjojnë. Ka avokati ndërhyrje. Nuk fare do vendoset siç të thotë. Në thelb është ai që thot zonja Miranda, zonja Rira, shiko, jo më kote tha shpopullim, se shpopullimi do të thosh ta mbash qytetarin atje. Ka shembull, kemi komuna me 15 qytetarë në Kroaci, në Francë etj etj, që pse i kanë ato komunat? Ato mund të kenë çështje identiteti kulturor, historik atje. Po kur e ti e mban administratën atje, nuk e detyron ato të vinë në Tiranë. Sepse i merr të gjitha shërbimet. Ai do vi do rinë në Tiranë, çdo gjë i punë këtu do i ke jashtë do largohet. Pra ti kur e la administratën atje, sigur e mban drejtorinë e sjellësit, pyjores, të arsimit, të shëndetësisë, të gjitha këto ti alesh kompetencat, ti shtosh kompetencat pushtetit lokal, sigurisht edhe atyre partive, edhe bashkive të Partisë Socialiste. Ti u shtosh kompetencat. Pra qëllimi është ky, që të mbash qytetarët këtu në radhë të parë, sepse ngrihet prioritet kryesor shpopullimi, pra ne po themi që brenda këtyre 13-14 vjetëve të qeverisë së rilindjes, si i them unë, pra ne kemi një fenomen tjetër që e ka ndryshuar komplet strategjinë e reformës territoriale, që do të thotë, dakord, mungon shërbimit e qytetarit. Ky është problemi i madh. Ku do marr certifikatën, ku do bëjnë kërkesë për të pastruar kanalin, ku do marrë subvencionimin e taksës së pesticideve etj, me radhë. Po problemi numër 1 del shpopullimi, se ti nëse e bën strukturën, ti nuk e burime njerëzore, ti s'ke qytetar atje. Pra në radhë të parë çfarë duhet bëjmë? Reforma prioriteti numër 1 duhet të ketë të mbajtjen e qytetarëve atje dhe shtimin e popullsisë. Duhet shtuar popullsia. Ja ta mbyll. Si të shtohet popullsia, avokat? Kemi modelin hungarez. Si është modeli hungarez? Modeli hungarez është ky. Pra, domethënë, ti jap edhe një shpjegim teorik edhe për ta kuptuar ata që na ndjekin qytetarët. Modelet e pushtetit lokal janë të ndryshme. Kemi modelin nordik, kemi modelin skandinav. Modeli skandinav ka më shumë kompetenca pushteti lokal, taksa më të larta dhe vendimarrje më të madhe qytetarit, në mënyrë të drejtë për drejtë. Evropa kontinentale, Spanja, Italia, Gjermania, ka shtete më të fortë që mbledh taksa dhe shpërndarjen nga shteti në mënyrë të centralizuar tek bashkitë. Në komuna. Pra tek komuna. Pra sigurisht që atje në këtë këndvështrim nuk kanë këtë lloj po themi problematike e polarizimi siç e kemi ne. Po edhe atje funksionon kjo dhe atje gara është midis dy modeleve në rrugën e drejtë ku duhet. Modeli hungarez është modeli hungarez. Modeli hungarez fillon në qeverisja rreth parë dhe modeli ekonomik që kanë bërë ata. Ata çfarë kanë bërë? Orbani çfarë bëri? Se ne nuk është se kemi një fush, dhe duam të zhvillojmë një fush dhe fushën tjetër. Orbani çfarë bëri? Nuk investoj shumë në infrastrukturën publike, po çfarë bëj? Investoj shumë tek familjet, tek zonat rurale, tek qytetarët. Duke i mbështetur për të mos i braktisur zonat rurale. Duke i mbështetur, duke subvencionuar, po edhe duke kryer vende pune, pra në mënyrë indirekte. Se dikush thotë se është komplekse dhe është çështje edhe ekonomisë kjo që nëse ti nuk bën investime publike nuk e vende pune, ai ndoqi këtë strategji dhe pati një lloj rritje, pra kaloi nga 1.1 në 1.5, madje lindshmëria në Hungari. Ka dhe vende të tjera. Danimarka para 15 vjetësh ka pasur një strategji të tillë, pra subvencionimin e familje apo përqendrimin e më shumë
financave apo politikave sociale drejt pushtetit lokal. A kemi ne dëshira, a kemi ne mundësi? Në radhë të parë njëherë që të vemi te kjo pjesa që quhet pjesë që unë e quaj pjesë ideale, para se të shkojmë atje. Në radhë të parë njëherë do të kthejmë kompetencat, ato 42 që i kam marrë. E dyta, nuk ka nevojë njëherë, jo më t'ulësh ti çosh 36 sa duan këta të çojnë këto që ta kapin Shqipërinë, ta fusin të vend 36 xhandar aty të kontrollojnë na zyrat këtu në Tiranë. Sa më shumë bashki në Shqipëri mundësisht 120. Sa më shumë bashki. Kemi pasur 373 komuna dhe bashkinë këtu. Apo jo? Pa pyetur qytetarë sot si ka qenë, është më mirë atëherë apo tani? Atëherë dinte kur e kishte kryetarin e komunës, dinte i binte i nder. Po kush e njeh atë na Petrela tani ti viti bie derës këtu te Bashkia e Tiranës? Se njeh njëri fare më nuk e njeh për një hall, për një problem. Pra largohen shumë nga problematika e qytetarëve. Pra, domethënë, pushteti lokal nuk është thjesht çështje shërbimi, po është edhe lidhje sociale, ekonomike dhe shpirtërore me qytetarin. Dhe ai që është administrator atje, ai do t'i shtyjë derën këtu lart kur ka një hall problematik. Miranda e di më mirë këtë punë se ka qenë kryetare bashkie vet atje dhe edhe na vjen edhe na terreni. Pra, unë jam për më shumë bashki, për më shumë kompetenca njësive të pushtetit lokal, për më shumë njësi administrative, edhe këto njësi administrative që kemi në Tiranë, t'u japim më shumë pushtet, sepse, shiko, më shumë se di ai kryetari bashkisë atje, atë problemi nuk e di pushteti qendror. Zonja Rira përmendi rastin e asaj mësueses atje, edukatores atje. Tani ku e dinë aty Tirana çfarë probleme ka e zona atje. Kështu që ajo e vëgishti në plak atje. Jo, se ky nga Korça tani të arsimin nga Prejati në Korçë, nga Elbasani në Korçë. Dhe ai do të mbuloj gjithë Verilindjen deri në qendrën e Elbasan. Me aq shumë problematika dhe kuptohet që është një gjullurdi e madhe se nuk arrin dot të bëj gjë. Po nëse tani mbaroj, doja të them diçka për modelin hungares, sepse mendoj të dy jemi në një logjik për sa i përket thelbit ose motivit pse bëhet reforma, dhe do ishim të gjithë, si thua, domethënë, optimistë se do bëhet pikërisht për të luftuar këto probleme që kemi. Hungaria përbën një model shumë interesant dhe shumë të vlefshëm për ne, sepse çfarë bëri Orban? Krijoi atë që u njoh si paketa e familjes. Dhe për të gjitha çifte që ishin mbi 30 vjeç, që të kishin paktën një fëmijë, ai hoqi TVSH-n, hoqi tatimin nga të ardhurat e tyre, dhe çfarë ndodhi? Në një periudhë vetëm 5 vjeçare u rrit 6.000 bebe në vit. Pra do thotë që 5 vite nga 6.000 30.000 bebe. Po çfarë do thotë kjo? Që ty të luftohet linçmëria, domethënë rritet linçmëria, luftohet ajo që njihet si aging society. Pra një shoqëri që shkon drejt lakjes, është një problem shumë i madh për shoqërinë shqiptare. Ty të ka shkuar mosha mediane për 7 vjet, nga 38.8 tani ka shkuar 44. Mosha mediane e popullsisë shqiptare që është shumë e lartë. Pas 30 vitesh ti do të kesh 30% të popullsisë mbi 65 vjeç. Po këta janë njerëz që duan shërbime, kujdes shëndetësore e tjera. A do mundin bashkitë ta bëjnë këtë? Pra nëse me këtë logjik, kryeministri Rama dhe këta që bëjnë reformën do të vinin sot do thonin po, për të luftuar pikërisht këto, pra për shoqërinë shqiptare, për nesër, për 3 dekadat, ne do ta bëjmë këtë reformë. Po hajde të bëjmë reforma tani, se duam të marrim gjithë bashkitë, se duam të fitojmë gjithë deputetët, ato 100 deputet që duan ta ndryshojnë tani edhe legjislacionin, domethënë mbi këtë. Në duke thjesht një mënyrë për të marrë sa më shumë pushtet. Meqense e përmendët modelin hungares, mendoni që Shqipëria mund t'i parafrohet modelit hungares dhe ta verë pse jo edhe në praktik? Po partitë opozitare njëre kanë hedhur edhe si ide, Partia Demokratike, Partia e Lirisë, mos gaboj presidenti Meta. Gjithë pra këta e kanë zonja Miranda, këta kanë strategjinë e tyre politike. Pra, domethënë që pra rritja e popullsisë, mos shpopullimi nëpërmjet subvencionimit dhe ndihmave sociale nëpërmjet këtyre elementeve që përmendi që të blejë shtëpi, që të kenë kredi të buta, që të kenë kredi me edhe falje borxhes, mos gabojmë, ka dhe sa strategji falje borxhes për nënat që bëjnë 3 fëmijë, dalin pension. Jepi mundësinë e apartamentit që të blejë shtëpinë, që të bëjë fëmijë, që të luftojë popullimin. Po kur ti nuk merresh fare me këto probleme sociale dhe ke mendje vetëm tek politika, të bësh një reformë politike për të ose po them politike elektorale, se elektorale është, nuk është territoriale. Se territoriale ti nuk po zgjidh asnjë nga problemet që ke. Ti kërkon thjesht të marrësh më shumë pushtet, kaq, edhe atë pak pushtet që e kanë bashkitë. Elektorale, atë pak demokraci lokale që kanë mbetur, ti kërkon ta aminosh, ta hedhësh fare në erë. Bashkë me leje që ka tani, po Gradeci për shembull do jetë një ndër qytetet e paprekur, meqense jam buz për Gradecit aty dhe njoh edhe këtë situatë, po Gradeci është një nga qytetet më të bukura dhe më të paprekura nga ana e terrorizmit urban, pra nuk është prishur.
Mirë, po çfarë do ndodh? Gjitha lulisht e madhe bukur që është Buz Liçeni do t'jepen leje tani. Po kush i ka këto leje? Nuk i ka kryetari i bashkisë Pogradec. I ka kryeministri, Këshilli Kombëtar i Territorit, KKT-ja, dhe aty do të ndërtohen resorte, do të ndërtohen kulla. Po mirë, po çfarë bëhet tani? Pra kryeministri Rama, ky pushteti qendror, qeveria merr kompetencat e pushtetit lokal, merr kompetencat e kryetarëve të bashkive. Ku është bashkia në këtë mes? Atëherë për çfarë duhet? Bashkia është fiasko, bashkia aty tani është... Këtë po them, sepse bashkia përfaqëson interesat e qytetarëve. Ligji 139/2015 për veçëverisjen vendore i jep kompetenca kryetarit të bashkisë, thotë është kryetari i bashkisë është një organ ekzekutiv, i jep kompetenca këshillit bashkiak, ndërkohë që ti tani ke një këshill qendror, në këtë rast kryeministri me këshillin e tij, sepse ata kanë vendim kolegjial dhe nuk firmon kryeministri aty, ky merr gjithë kompetencat, ndërton në Vlorë, jep leje ndërtimi në Pogradec, ndërton në Jug e kështu me radhë. Pra, bëhet një reformë tani për të zhbërë gjithë rivjerën shqiptare, për të bërë çarçaf gjithë vendet më të bukura. Jepet paketa e maleve nga qeveria, nxiten kryetarët e bashkive, ju e keni parë si janë hedhur tani, sepse e kanë urdhër. Duhet të keni sa më shumë thirrje. Duhet të kenë 10 të paktën 10 kontrata të firmosura. Mirë, paketa e maleve për mendimin tim është pasaj një masakër që po i bëhet zonave të mbrojtura. Do ta rimarrim. Është një zonë UNESCO, e cila është një nga prelat më të bukura. Dhe kanë frikë se me vrap do t'i turren, tani nuk kanë, se Asen Verhoxha nuk i preku zonat e mbrojtura. Madje për një dru që mund të prisje në Pyll që ishte i pa vullosur, se s'po gjet fjalën tani, ti mund shkoj në Burg, tani do të bëhet masakër me zonat e mbrojtura dhe ata pak fshatar, qytetar në qytetet e vogla dhe fshatar në përmale do t'ikin. Do t'ikin se do i shkoj firma, do i shkoj pronari, do i shkoj oligari, do t'hec, ik dhe ti do t'i largojnë. Dhe kanë frikë se pas një dekade shpopulimi do t'jetë akoma dhe më vrastar, do t'jetë akoma dhe më i prekshëm dhe më i madh. Mirë, do kthehemi pas pak, shumë shkurt shkojmë në reklama dhe vim përsëri në transmetim. Po flasim për reformën territoriale dhe diskutimet që po bëhen mbi të. Avokat, si mund të garantohet shpërndarje më e mirë e fondeve dhe investimeve, por edhe dhënia e shërbimeve tek qytetarët, jo vetëm në Tiranë, Durrës, Fier, në këto qendrat e mëdha, po themi, por edhe në fshatin më të thellë. Përmes kësaj reforme që synohet. E para njëherë me shtimin e bashkive. Pra sa më shumë bashki, aq më mirë për qytetarët. Absolutisht. Këtë e kam parim të konsoliduar, jo thjesht për tifoz politik, për tifozlik politik opozitar, po e kam bindjen time, sepse kjo është e provuar edhe këtu kur kanë qenë bashkit, pra edhe si precedent që kemi pasur, po edhe në vendet e rajonit. Nuk ka asnjë vend të rajonit me këtë numër bashkish që kemi ne edhe komunesh. Nuk ka. E dyta. Ne i kemi pak, po thua, duhet kemi më shumë se kaq. Duhet jenë më shumë, sepse ka treguar që ky është koncepti i dështimit. Shpopullimi është një, domethënë një element, pra që ti tregon gjitha këto statistikat e tjera. E dyta, po ti shikosh në statistika, në mesataren e përgjithshme, bashkit në Shqipëri gati 60% të buxhetit tyre e kanë buxhet për administratën. Okej. Pjesa tjetër ngelet për shërbime. Për pjesa e shërbimeve, pastaj nuk kalon më shumë se 30% e buxhetit vetë që shpenzohet. Kaq është nevoja, po thua, apo kaq shpenzohet? Jo, kaq shpenzohet edhe për arsye të tjera, se këtu mund të ngren pyetjen që pse s'ka burime njerëzore e tjera. Po kjo lidhet me burimet njerëzore, po edhe me korrupsionin dhe me këto elementet e tjera. Në momenti kur ti e shpërndan pushtetin, ky 30% që do rritet më shumë të shpërndarja, se do filloj të qarkullojë ekonomia. Pra, fillon situata edhe thjeshtësohet, edhe për ta kuptuar qytetari. Tjetra, këto 42 kompetenca duhet t'i kthehen pushtetit lokal, bashkive, të gjitha. Është bërë kryetari i bashkisë shikona deri qeverisë, andaj duhet bëj servilin e kryeministit apo do të vi vërdalla atij, po këto bashkitë opozitare që s'kan, po themi nuk kanë mundësi e tjera. Çfarë duhet të bëjnë këto? E kuptoj. Tjetër, çështja e rajonizimit, edhe kjo. Natyrisht duhet të ecë paralel edhe me bashkitë, edhe me rajonizimin. Rajonizimi do ndihmoj shumë Shqipërinë. Ç'në kuptoni me rajonizim? Rajonizimi është bashkimi i disa bashkive, ndarja e Shqipërisë, po themi na 12 qarqe, 8 rajone, 10 rajone, pra bashkimi në rajone, pra aty fillojmë ndërtojmë këshillat e rajoneve për vendimarrje të përbashkëta, për investime, për shembull, duam të investojmë. Që ne nuk i kemi tani. Por duam të investojmë në qarkun e Shkodrës ne. Po. Ose në qarkun e Kuksi, ose në qarkun e Beratit. Berati, Kuçova, Poliçani, Çorovoda, Shkodra ka Koplikun, ka Baun e Des, ka
bashkë me Lezhë në qark tjetër, apo edhe Kukshi që mund të bëhet një rajon i gjithi, paraqes si një projekt për zhvillimin e një zone në fushën e bujtinës, në fushën e agroturizmit. Dhe çfarë duhet e kjo zonë për të mbjellë 1, 2, 3, 4, i paraqet projektin Bashkimit Evropian, binjakzohesh edhe me një rajon Itali apo në Francë, merr shembull, merr eksperiencën dhe lekta i thot po, i do për këtë ti investosh po, hapë vende pune, ekonomi e të tjera. Pra kjo është, se të jep siguri më shumë edhe atyre atje për te. Nuk e ketë detyrueshme, por ketë këshillueshme në Bashkimin Evropian, sepse kështu janë zhvilluar ato. Por kjo nuk nënkupton që ti të mos ecësh me konceptin e decentralizimit këtej. Nuk bie ndesh rajonizimi me decentralizimi, se rajonizimi është më shumë fillon si koncept financiar. E kuptoj. Pra për investimet më shumë. Ky është koncepti, pastaj fillojnë edhe ato aspektet e tjera sociale. Në fakt, kjo që u thoni që është në planin afat mesëm dhe afat gjate. Kurse bashkitë e vogla tani, shpërndarja e bashkitë e vogla është emergjencë kombëtare. Rimpak tek rajonet, avokat. Është hapi i parë që ndalon shpopullimin. Sepse krijimi i rajoneve të mëdha, këtë që ju po thoni, synon menaxhimin e fondeve të Bashkimit Evropian. Por a rrezikon ky model që të përqendrojë investimet vetëm në qendrat e rajoneve të mëdha si Tirana, Shkodra, Vlora? Jo, pse se vendimmarrja do jetë e pushtetit lokal vetë, do jenë përfaqësuesit e këshillave të komunat të këtyre bashkive që janë zgjedhur, do jenë përfaqësues vetë. Pra zonat më të izoluara nuk i le të izoluara apo jo? Përkundrazi. Po ku do investoj po themi Shkodra më shumë? Shkodra po themi do investoj në Theth, po themi, do investoj në Dukajgjin, do investoj në Valbon, pra te këto zonat elitare po themi, apo te liçeni e tjera. Pra këto në këtë këndvështrim nuk të pengojmë, po vetëm të ndihmojmë. Dhe këtu ti, kur tham modelin suedez që parë dhe pjesën e Evropës kontinentale, kur tham këtë, pra kjo lidhet rajonizimi dhe shtimi i bashkimeve, brenda shtimi i bashkimeve do të thotë që shton vendimarrjen dhe shtrim më shumë në mënyrë horizontale, pra qytetarja e asaj zonës atje merr vendimin vet, i bën vet sovran ata që ku duan të çojnë fondet apo rrugën apo bujtinën. Pra shumë e prekshme për qytetarin. Po sigurisht se e bën pjesë qytetarin. Dhe kjo pastaj nuk e detyron të largohet në rajone më të zhvilluara, sepse sjell dhe zhvillim ekonomik. Njëre në kohë neve na dukesh larg Italia dhe Gjermania. Kurse tani na duket të afër. Çfarë duhet të them? Na duket të afër tani për shkak e të komunikimit të shpejtë dhe globalizimit, që do thotë, po çfarë duhet ndërtojmë ne? Ne duhet të ndërtojmë standardin ekonomik dhe social dhe siguri në këtë vend, se na ky vend nuk largohet thjesht për çështjet ekonomike. Janë larguar profesor, student, largohen për çështje edhe sigurie. Cilësi jetese, standard jetese. Standard jetese, po edhe çështje sigurie. Çështje sigurie në kuptimin që ti mbaron një shkollë, mbaron po themi një deg caktuar edhe jashtë, edhe brenda Shqipërisë, nëse ti nuk je i profilizuar në një parti politike, nuk ke shans të çash. Dhe ky është problemi i madh. Dhe ti pret krah. Unë njoh shumë të rinj që kanë ardhur këtu, kanë ndërtuar në 1 vit, 2 vjet. Dhe kur e kam parë çfarë bëhet këtu, kanë ikur me mendje që mos kthehen më. Dhe kjo është fatkeqësi. Se kanë burime njerëzore që nuk do vinë më. Për jashtim bën vetëm Miranda që ka mbaruar në Amerikë. Ka mbaruar ai shikoni atë kryetaren e bashkisë aty çakura të madhe ka ajo zonjë nderuar, ka lënë Shërbana, ka bërë shkolla atje dhe ka ardhur këtu ti shërbej Shqipërisë. Prandaj respektoj këta njerëz. Dhe meqense jemi këtu zonja Rira, jeni penduar për vendimin që keni marrë, meqense e nxori avokati këtë fakt? Sepse ka shumë nga ata si ju që kanë ardhur, më fal që ndërpres, kanë ardhur e kanë provuar 6 muaj si sa avokati dhe detyruar përsëri të kthehen ande nga kanë ardhur, fatkeqësisht. Kjo, domethënë unë kam qenë në Amerikë në vitin 2006 deri në 2007. Dhe imagjino, domethënë është 20 vite përpara. Ndonjëherë kur mendoj, po të isha në Amerikë me 20 vite, mund kisha bërë shumë gjëra. Megjithatë jam kthyer në Shqipëri bashkë me tim shoqi, i cili u kthye nga Roma pas 15 vitesh në Romë dhe ai kreu gjitha studimet në Romë. U kthye me këtë idealizmin që kishim në ato kohë që sot e gjej shumë pak dhe rrallë të rinj që hajde bëjmë diçka për vendin tonë. Dhe nuk jam penduar që jam kthyer, edhe pse shpeshherë e shikoj që meritokracia këtu është inekzistente dhe ka një qasje, domethënë që atë më të aftin, më të mirin, më të më të përgatitur ne largojmë se nuk e duam të afrojmë. Po them ne kam fjalën për këtë psikologjinë shqiptare. Po për t'ju kthyer kësaj që tha Tani, se më duket shumë interesante kjo pjesa e fundit e rajoneve. Unë nuk mendoj që ka një numër magjik të bashkive, pra nëse do të jetë kaq është numër ideal, po them. Për mua edhe nëse mbeten 61 bashki është mirë, por ama ajo që ka shkruar në ligj të bëhet realitet ose të përdor, si thua, domethënë të jetë autentike dhe të zbatohet. Të jetë funksionale. Nëse në ligjin
në ligjin e veçeverisës vendore, ti jep këto kompetenca bashkive të veçeverisën, se kështu është emërtuar, edhe Karta Europiane, pra e Kongresit të Europës, Karta e rajoneve tjera që është kushtetuta e pushtetit lokal, një libër i vogël i shit, ku përcaktohen qartë kush që është decentralizimi, kush janë të drejta që ka pushteti lokal. Pra, si kur atë ta zbatosh ti e në rregull, po tani në qoftë se kryeministri dhe qeveria në këtë rast, ose pushteti qendror, gjithnjë ndërhyn te pushteti lokal, gjithnjë merr kompetenca, se tash këto janë një antagonizëm. Njëri pushtet do t'i mbaj, ai lokali, ai qendror që është mbi krye do të fusi hundët, le të them, me një fjalë kështu zhargon për ta kuptuar. Dhe si e bën këtë me mënyra të ndryshme. Për shembull, unë gjatë asaj periudhe që isha kryetare, por edhe më pas kam vërej që bashkitë e opozitës gjithnjë janë diskriminuar. Sepse kryetari asaj bashkie është i LSI-s apo i PD-s, qytetarët liheshin në radhë të dytë apo të tretë. Në të gjitha thirrjet që bënte aso kohë Fondi i Zhvillimit të Rajoneve apo FZR-ja, që ishin gjitha parat pranë kryeministrit, aso kohë zoti Peleshi ishte dhe sekretari i këtij bordi, të gjitha projektet e mëdha shkonin për Veliajn, Fierin, pra miqt dhe ata që ishin në Partinë Socialiste. Dhe ata merrnin 16-17 projekte, ne bashkitë e vogla thjesht hapnin syt. Çfarë do thotë kjo? Që ai qytetari i Fierit i Tiranës trajtohet ndryshe nga një qytetar që ka një bashki ose një kryetar të një partie tjetër. Pra këto gjëra duhet të zhduken, në kuptimin duhet të eliminohen. Për mua mjafton që të respektohet ligji i veçeverisës vendore, kur them të respektohet, të zbatohet, të lihet pushtetit lokal autonomia dhe pavarësia e tij. Ato që janë të shkruara për kryetarin e bashkisë, mos e bëj kryetarin e bashkisë kukull dhe leck, se ka disa gjëra të shkruara në letër aty. Por jetojmë në një epokë të servilizmit që si shtatani, në një mbledhje kur kryetari i Këshillit të Ministrave, në këtë rast kryeministri, mbledh kryetarët e bashkive. Kryetari i bashkisë sot, Etelina, është i vetmi organ që zgjidhet nominalisht me votë. Nga qytetarët drejt për drejt. Nga qytetarët drejt për drejt. Deputeti është ky kodi zgjedhor që është shumë i, domethënë, i ngatëruar, sidomos ky si vjet. Listat e hapura, listat të mbyllura. Hapur, i mbyllur, i ngrirë, por as kryeministri nëse fiton zgjedhjet po them, nuk është nominalisht. As presidenti, as deputeti, kryetari i bashkisë është i vetmi që zgjidhet nominalisht dhe jepi kryetarit të bashkisë peshën dhe rolin që i takon. Nëse ja ke varë të këmbore në qafë, është i zgjedhur i popullit, lëre të qeverisë. Me çfarë kemi parë këto vite, nuk rezulton kjo. Është shkelur kryetari i bashkisë, është anashkaluar e tjera me radhë. Pra, mua më vlen të realizohet dhe të respektohet decentralizimi dhe autonomia vendore. Të respektohen ato që janë shkruar në letër. Rajonet ekzistojnë, më sa diun tani 4 rajone të mëdha që këta kanë bërë arsimin për shembull, që për mendimin tim janë jo funksionale, duhet të gjejnë formulën e duhur për të bërë dhe rajonizimin e gjithë teritorit të bashkisë, pra për të kuptuar se tani nuk mund, ka disa qytete që janë identike në mënyrën e tyre. Nuk po flas për shembull për Finiqin apo që janë bashki, kemi parasysh ku ka Pakica e tjera. Po ndonjëherë dhe këto bashkimet thjesht jo organike më shumë shtojnë problemet se sa i zgjidhin. Është e qartë. Më shumë shtojmë se sa zgjidhin dhe problemet pastaj ti mundohesh, ti harxhon para. Mos harrojmë se dhe kjo reforma ka kushtuar miliona euro. Unë mbaj mend vetëm dosja që na ka ardhur në parlament ishte se merret dot me vete. Me 10 qindra trajnime nga ambasada zviceriane e tjera ose beja ku diun pafund. Dhe tani ti thua kjo nuk bën. Atëherë pse e bëre? Pse harxhove gjithë këto para? Dhe në fakt nuk bën sepse të tregoj që ka kaq shumë probleme. Dhe ti do të bësh një reformë tjetër jo për të zgjidhur probleme, por për efekt elektoral. Këtu ka një gjë që nuk shkon. Është shumë, domethënë bën muku situash, është shumë problematike. Ju kuptoj. Avokat, Partia Demokratike kërkon më shumë bashki dhe rikthimin e komunave në zonat malore dhe ndarjen e vendit në jo më shumë se 8 rajone, që do të zvendësonin 12 qarqet aktuale. Ky propozim, edhe për ju, zonja Rira, si e shihni këtë propozim? Para njërë ky do ndryshim kushtetues, që do kompromis njërë politik. Do votat në parlament. Sepse edhe Bashkimi Evropian ka thënë që nëse ti do bësh reformën territoriale, një nga kriteret e integrimit është që edhe pse është politike, është proces politik, ti duhet marrësh edhe konsesin e opozitës. Pra është e detyrueshme nga pikpamja e kritereve të integrimit që edhe opozita ti jetë dakord me këtë ndryshim. Të vendosi po me hartën territoriale dhe administrative, prandaj administrative dhe territoriale. E para një që vend të rajonet duhet ndryshim kushtetues. Sa vota do? 93 vota. 93 po. 94 po.
Vete 93 një qik ajo, po ta bësh llogarinë atjeve dhe kalon të 94 si rregull, po 93 një qik vete kur e bën atë koeficienti që del 2 të tretat, 93 një qik 94, po të 94 kalon. Pra, është kriter i IBE-s, pra e para njërë konsensusi politik. Opozita kërkon, është lojale tek pra Partia Demokratike edhe që përfaqëson opozitën, sigurisht është partia më e madhe, është lojale tek rajonet, patjetër. Një variant është 8, pra akoma nuk jemi sepse jemi në konsultime publike dhe konsultimi publik këtë nënkuptojnë që çfarë kërkojnë qytetarët dhe si e ndjen ai më shumë. Pra i po thuaj që Partia Demokratike është konsultuar me qytetarët që kanë mbritur në këtë proces, po bën digjesa për ditë. Pra për te digjezave që po bën që janë planifikuara midis majorancës dhe opozitës, që po bën çdo rreth, pra dje kanë qenë në Kuks. Pra do vazhdoj Korça, Berati e tjera me radhë, pastaj është Tirana, është bërë Elbasani, Durrësi, Lezhë e me radhë, Dibra. Pra për te kësaj, pra procesi konsultimit publik është procesi informimit publik. E para njërë është që, pra çfarë do qytetari, e dyta edhe në raport me qytetarin e shikon edhe opozita, pra i jep propozimet e saj dhe duke përpunuar i gjithë ky mendim në fund fare do dalim në platformë. Pra sigurisht që këto deri diku qëndrojnë, pra po themi sepse janë hedhur disa ide, sepse po shkojmë drejt konkretizimit të disa situatave, po elementi kryesor është sa më shumë bashki. Nuk diskutohet një nën 61 bashki, 61 bashki absolut, 61 e lartë. Nuk e merr votën, nuk kalon me votë në opozitës në 61 bashki, është e papranueshme për Partinë Demokratike dhe për opozitën, nuk ka ulje të bashkive, ka vetëm Po ç'ndodh nëse Partia Socialiste nuk është dakord me këtë propozim? Mund të kalojë reforma territoriale? Shiko, teorikisht ajo i ka votat, po problemi është që do ketë pasaj probleme me BE-n, sepse thash edhe një herë, se kjo ata e din shumë mirë që procesi tani monitorohet edhe nga Bashkimi Evropian, se si po veprohet. Po. Na pikpamje de jure kam, po na pikpamje de facto pastaj do kemë probleme të tjera, se nuk bëhet reforma territoriale ashtu. Siç u bë, sepse kjo reformë territoriale që është bërë tani sigurisht që u bë me bon sens, me dëshirë të mirë. Patjetër. Por gjatë rrugës shikoni ku na solli. Pra e marrja 42 kompetencave, pastaj krimi, korrupsioni, edhe këto elementet e tjerë që i bashkangjiten këtyre elementeve këtu ka çuar në këtë pikë dhe ja u tham edhe një herë në fillim, pra është shtruar vitet e fundit, ju po shikoni, të paktën 5-6 vitet e fundit, shtrohet si çështje kryesore, mos largimi dhe mos shpopullimi i këtij vendi dhe mbajtja e këtij vendi dhe si fillon? Fillon duke ristrukturuar një herë pushtetin lokal, pra duke shtuar bashki, duke dhënë kompetenca për t'i mbajtur qytetarët këtu dhe për të parë çik më larg se po ikin shqiptarët, por duket Shqipëria. Si e shikoni ju zonja Rira këtë propozim? Në fakt çështja e rajoneve unë mendoj që është pak a shumë e ngjashme ose në konceptimin e tyre për të krijuar rajonet, është pak a shumë siç kanë qenë prefekturat. Ndonjëherë në disa raste prefektura luante një rol, le të themi, signifikativ pra. Por në raste të tjera ishte prefekti çfarë bën? Thjesht akte që vijnë nga Këshilli Bashkiak X bashkie, i merr si të vërteta ose i kalon ose i jep poshtë sipas interesave. Edhe ndonjëherë, unë po flas për qarkun e Elbasanit, meqense ata prefekt ose ata 2-3 prefekt kanë pasur që janë ndruar shpesh, gjithnjë më duket sikur po të donte prefekti e kalonte aktin e Këshillit, që në fakt ishte miratuar në Këshill Bashkiak, ishte kaluar quorumi në Këshillin Bashkiak. Për shembull, mbajmë mend njëherë që qyteti ishte gëlonte nga plerat dhe mua më duhet të bëja gjithë procedurat, dhe pasi kishte kaluar dhe Këshilli Bashkiak, më vjen një letër nga prefekti Elbasanit dhe në ato kohë sekretarja, që thoshte duhet të merrni pyet, domethënë duhet të bëni dëgjesa me publikun, me qytetarët nëse ata duan të pastrohen apo jo, pra të pastrohet vendi ose pra imagjinoni se çfarë ç'është ai qytetar që nuk e do të pastër qytetin, kjo është afërmendsh. Po, e kam shkresën edhe sot, se disa shkresa kështu dhe i kam ruajtur, edhe Lina nga zonja Viceve, në ato kohë ata që janë nga Elbasani mund ta njohin, që thoshte duhet të bëni dëgjesa me publike me banorët e Prenjasit, nëse ata duan që të kenë këto përmbetjet urbane apo jo. Imagjinoni se deri kur shkonte kjo që hajde të prishim punë tani dhe jo të ndreqim. Kështu që për mua edhe një herë ka shumë rëndësi që ato rajone që do të bëhen pak a shumë në konceptimin e prefekturave siç kanë qenë, të jenë funksionale. Çfarë funksioni kanë sot prefekturat, prefekti, kryetari i Këshillit të Qarkut në Bozgaboj, çfarë funksione kanë? Sa i takon qytetarëve, domethënë, si ju vinë në ndihmë këtyre, çfarë kompetencash kanë? Prefekti është përfaqësuesi i Këshillit Ministrave. Okej. Dhe në vazhdën e disa veprime në rajon, në rajonin që përfaqëson, e qartë.
Pra, le ta marrin të mirëqen të qarkut. Pra në qark, çdo qark ka një prefekt. Po. Apo çdo qark I ka cili një është, po prefekt. themi, 12 qark janë deleguari- 12 prefekt. 12 prefekt. Emërohet nominalisht nga kryeministri. Nga kryeministri. Dhe monitoron procesin e pushtetit lokal. Okej. Për shumë vendimmarrje të pushtetit lokal duhet kundra firma siç e tha zonja Rira, ish kryebashkiake e Përrenjasit, e prefektit. Që kur situata shumë e politizuar, çfarë bën? Ai fillon edhe bllokon këto veprimtari. Për shembull, nëse duhet të bëj një shkollë, një kopsh, një çerdh atje, apo të bëj një funksion apo një riorganizim, ai zotëria nuk e jep thosë sepse unë nuk e gjykoj. Ndërkohë që zonja në fjalë është zgjedhur në mënyrë nominale nga qytetarja, ai e bllokon atje. Jo, zonja, po këshilli bashkiak i Po këshilli bashkiak që është parlamenti. Është parlamenti i qytetit. Pra delegitimon në njëherë edhe këtu. Unë nuk po them sepse Po janë kontradiktore këto. Atë e ka kaluar këshilli bashkiak, por derisa kalon në këshill bashkiak, këshilli ka vulën, nuk e ka kryetari i bashkisë. Dhe prefekti në këtë rast hedh edhe këshillin bashkiak të bashkisë përkatëse. Dhe del mbi të dhe vendos mbi të. Nuk jetë në kohë të plerave çdo propozim që mund të jetë ekzistencial për njerëzit. Si që ishte dhe ushimi i kopshteve në një rast tjetër, sepse thash unë duke qenë 2 vite isha me pushtetin, isha mirë. 2 vite isha kundra pushtetit, kam pasur gjithë luftën për të penguar çdo vendimarrje, çdo aktivitet, çdo gjë, vetëm sepse isha një kryetare opozitës. Dhe këtu edhe prefekti luante rolin e tij negativ. Pra nëse do kemi rajone që kanë të sulmim, hajde të kontrollojmë si një Big Brother, të mbajmë, të monitoruar, të centralizojmë si shtatani. Pra jo të decentralizojmë, po të centralizojmë pushtetin, atëherë ato kanë për të qenë të disa skema. Atëherë përse duhet bashkia? Një qytetar mund të pyes, atëherë kur prefekti kundërshton ose miraton një vendim të këshillit të bashkiak apo të bashkisë, për çfarë duhet bashkia? Edhe diçka Elina, domethënë që ta interpretojmë edhe çik më gjerë. Prefekti është përfaqësuesi i qeverisë. E kuptoj, po është ai ka të drejtë monitoroj pra veprimtarinë e pushtetit lokal. Sigurisht, sepse jam dakord që duhet një kontroll. Por ka të drejtë të bllokojë veprimtarinë. Këtu pra duhet një ndërhyrje në një që kanë përshtypje. Unë do të bëj një kopsh, një shkollë dhe i thotë ky është projekti, ky është ajo, ai e bllokon. Jo, thot. Pra si duhem, po kjo është flagrante. Pra këtu pastaj duhet ndërhyj qeveria, pra në këtë këndvështrim. Po ai sipas shefit, pra e bllokon sepse do ta Këtë po themi. Është një jurist atje e cila i teket e bllokon. Dhe ajo del më e rëndësishme se 40.000 apo 30.000 banorë të bashkisë që e kanë dhe ata këshilltar, 41 këshilltar, 51 që kanë votuar këtë. Është kontradiktore. Dhe kjo ndarja duhet parë, duhet funksionet, do i japin funksione. Kur jep funksionet me ligj, nuk i ndalon dot prefekti, atë thot zonja Rira. Pra kur jep gjitha funksionet, thot pushteti lokal, kryetari i bashkisë ka këtë funksion, ai nuk e pengon dot. Prefekti duhet ndryj kur i kërkon kredi zonja në fjalë. Kur i kërkon kredi zonja në fjalë, thot duaj një kredi sovrane nga kryeministri, po apo do bëj një projekt pranizimi që e kalon shumën e vlerës së bashkisë apo të qarkut, atë ndryn prefekti thot po e shikon edhe i çon draftin apo planin projektin qeverisë dhe thotë po e ka marrë miratimin tim edhe vazhdon. Pra ky është, pra është ndihmës, jo obstruksionisht, gjithnjë, është ndihmës. Jo, po, më fal tani. Jo, mbarova. Prefekti, domethënë dhe kjo që tha tani për çështjen e kredive, apo jo thjesht kredi, por prefekti nuk mund të jetë më i rëndësishëm, si tha, del bishti më i rëndësishëm se Sqepari. Prefekti nuk është emëruar nga kryeministri, kryetari i bashkisë është emëruar nga populli, nga i asaj bashkie. Këshilli bashkiak është, si thua, parlamenti i asaj bashkie. Ata e dinë problematikat, ata e dinë se si uji, pyjorja, pra kullotat, a do jepet me qira, apo s'do jepet, arsimi, problemet thelbësore. I din ata, nuk i di prefekti që rrinë në qendër atje, në zyrë është një rroktar, edhe i teket e kalon, si teket se kalon. Kështu që pavarësisht dhe njerë rajoneve duhet kuptuar funksionet, do t'i ngresh bashkit, do t'i kesh qytetarët më të fortë, do t'kesh demokracinë lokale të fortë, të kenë pushtet shërbime pranë më afër, jepi funksione. Ato që janë ligj, po mos ja merr, se një nga një ja ke marrë gjitha, ke ndërhyrë, heq drejtorët e bashkive, kryeministri, kjo s'është parë dëgjuar. Në kartën e europiane, pra në Këshillin e Europës, Kongresi i Autoriteteve Lokale Rajonale duhet kishte marrë masa, se nuk ndodh kjo në Europë, që se ne kemi nënshkruar Këshillin e Europës, atë kartën, ne kemi firmosur, që në 2007 në mos gaboj, tani më korrigjohet se gabim. Tani ti si kryeministër, si ngrihesh ti dhe ndërhyn kaq. Ajo është vepër penale, Miranda, ushtrimi ndikimit palishëm, po laja çfarë flen gjum ta prokurorët këtej, flen gjum ta që ka kapur gjithaj. Ai duhet vinte para drejtësisë me atë që ka bërë, shkarkohet ti të Vlorësi, thoshte shkarkohet ti Elbasanit drejtor. Ç'po ka me drejtorët e bashkive? Çfarë punë ka? Atë ka ndar kushtetuta, vetë te kushtetuta, pushteti lokal është ndar, kjo është ndar, s'ka punë fare.
Është ndarë, i ka ndarë, është i ligji kushtetutë, edhe në kushtetutë është ndarë, edhe ligji 139/2015 për dhe qeverisën vendore, për të zgjedhërit vendor. Shpuka im atë drejtori në Vlorë atje, atë ka zgjedhur bashkia atje, i shkarkoi thot atje, i drejton gishtin atje. Unë do doja të vazhdonim edhe më tej diskutimin. Edhe qorton edhe bon atje që pazë mes gjithë kolegëve tjerë. Edhe diçka për shtuar. Se jemi në fund. Me paketën e maleve, me investime strategjik, janë kompetencat që ka marrë pushtetit lokal dhe ja ka marrë gjitha. Do ta bëjmë me shumë krejtësi. Vetëm për paketën e maleve do ta bëjmë një tjetër panel. Nuk ka paketë male se këto pa u pyetur qytetarit dhe komuniteti. I pari, duan paketë malesh dhe fushash këta. Edhe ajo ka shumë vend për diskutim në fakt. Aq më tepër me kushtin që i ka vendosur kandidatëve për kryetar bashkie, duhet të sjellin tryez 10 paketa malesh të përfunduara që të mund të kandidojnë. Zhvilluesi të bëhet ai qytetari që ka tokën, ai fshatari që është atje dhe këshilli bashkiak. Unë nuk jam kundër. Doaj ta bëjmë fotovoltaik. Le të bëj këshillin bashkiak të Shkodrës dhe të Vlorës, atë le të bëj aksioner. Pse të vijnë në Tiranë? Ç'pun kam unë me tokën aty atje? Ç'pun kam unë atë atje? Të vej legu atje të shkoj. Sa zonja sa burra që nuk e shesin as fethin as rjollin. Prandaj nuk i bën ai ata. Ka ca zonja dhe burra gra me dinjitet. Zonja Rira, do ta bëjmë shumë shpejt një tjetër panel. Unë ju falenderoj shumë për kohën që na kushtuat edhe për gjithë argumentet, gjithashtu edhe për mua. Faleminderit. Avokat, faleminderit që ishe në studio. Do flasim për paketën e maleve, patjetër një panel sepse ka shumë rëndësi. Ne do të shkojmë në reklama, kthehemi për pjesën e dytë. Po flasim për reformën territoriale dhe diskutimet që po bëhen mbi të. Avokat, si mund të garantohet shpërndarje më e mirë e fondeve dhe investimeve, por edhe dhënia e shërbimeve tek qytetarët, jo vetëm në Tiranë, Durrës, Fier, në këto qendrat e mëdha, po themi, por edhe në fshatin më të thellë. Përmes kësaj reforme që synohet. E para njëherë me shtimin e bashkive. Pra sa më shumë bashki, aq më mirë për qytetarët. Absolutisht. Këte e kam parim të konsoliduar, jo thjesht për tifoz politik, për tifozlik politik opozitar, po e kam bindjen time, sepse kjo është e provuar edhe këtu, kur kanë qenë bashkit, pra edhe si precedent që kemi pasur, po edhe në vendet e rajonit. Nuk ka asnjë vendit të rajonit me këtë numër bashkish që kemi ne edhe komunesh. Nuk ka. E dyta. Ne i kemi pak, po thua, duhet kemi më shumë se kaq. Duhet kemi më shumë, sepse ka treguar që ky është koncepti i dështimit. Shpopullimi është një, domethënë një element, pra që ti tregon gjitha këto statistikat e tjera. E dyta, po ti shikosh në statistika, në mesatarjen e përgjithshme, bashkit në Shqipëri gati 60% të buxhetit tyre e kanë buxhet për administratër. Okej. Pjesa tjetër ngelet për shërbime. Për pjesa e shërbimeve, pastaj nuk kalon më shumë se 30% e buxhetit vetë që shpenzohet. Kaq është nevoja, po thua, apo kaq shpenzohet? Jo, kaq shpenzohet edhe për arsye të tjera, se këtu mund të ngren pyetjen që pse s'ka burime njerëzore e tjera, por kjo lidhet me burimet njerëzore, por edhe me korrupsionin dhe me këto elementet e tjerë. Në momenti kur ti e shpërndan pushtetin, ky 30% që do rritet më shumë të shpërndarja, se do fillojë të qarkullojë ekonomia. Pra, fillon situata edhe thjeshtësohet, edhe për ta kuptuar qytetari. Tjetra, këto 42 kompetenca duhet të kthehen pushtetit lokal, bashkive, të gjitha. Është bërë kryetari i bashkisë shikona deri e qeverisë, andaj duhet bëj servilin e kryeministit apo do të vi vërdall aty, po këto bashkitë opozitare që s'kan, po themi nuk kanë mundësi e tjera. Çfarë duhet të bëjnë këto? E kuptoj. Tjetër, çështja e rajonizimit, edhe kjo. Natyrisht që duhet të ecur paralel edhe me bashkitë, edhe me rajonizimin. Rajonizimi do ndihmojë shumë Shqipërinë. Ç'në kuptoni me rajonizim? Rajonizimi është bashkimi i disa bashkive, ndarja e Shqipërisë, po themi na 12 qarqe, 8 rajone, 10 rajone, pra bashkimi në rajone, pra aty fillojmë ndërtojmë këshillat e rajoneve për vendimarrje të përbashkëta, për investime, për shembull, duam të investojmë. Që ne nuk i kemi tani. Por duam të investojmë në qarkun e Shkodrës ne. Po. Ose në qarkun e Kuksit, ose në qarkun e Beratit. Berati, Kuçova, Poliçani, Çorovoda, Shkodra ka Koplikun, ka Baun e Des, ka bashkë me Lezhë në qark tjetër, apo edhe Kuksi që mund të bëhet një rajon i gjithi, paraqesi një projekt për zhvillimin e një zone në fushën e bujtinës, në fushën e agroturizmit. Dhe çfarë duhet e kjo zonë për mbjell? 1, 2, 3, 4. I paraqet projektin Bashkimit Evropian, binjakzohesh edhe me një
rajon Itali apo në Francë, merr shembull, merr eksperiencën dhe lekta i thot po, i do për këtë ti investosh po, hape vende punë, ekonomi e të tjera. Pra kjo është, se të jep siguri më shumë edhe atyre atje për te. Nuk e ketë detyrueshme, por ketë këshillueshme në Bashkimin Evropian, sepse kështu janë zhvilluar ato. Por kjo nuk nënkupton që ti të mos ecësh me konceptin e decentralizimit këtej. Nuk bie ndesh rajonizimi me decentralizimi, se rajonizimi është më shumë fillon si koncept financiar. E kuptoj. Pra për investimet më shumë. Ky është koncepti, pastaj fillojnë edhe ato aspektet e tjera sociale. Në fakt, kjo që u thoni që është në planin afat mesëm dhe afat gjate. Kurse bashkitë e vogla tani, shpërndarja e bashkitë e vogla është emergjencë kombëtare. Rimpak tek rajonet, avokat. Është hapi i parë që ndalon shpopullimin. Sepse krijimi i rajoneve të mëdha, këtë që ju po thoni, synon menaxhimin e fondeve të Bashkimit Evropian. Por a rrezikon ky model që të përqendrojë investimet vetëm në qendrat e rajoneve të mëdha si Tirana, Shkodra, Vlora? Jo, pse? Se vendimarrja duhet e pushtetit lokal vetë, do jenë përfaqësuesit e këshillave të komunat të këtyre bashkive që janë zgjedhur, do jenë përfaqësues vetë që do marrin zonat më të izoluara nuk i le të izoluara apo thua jo? Përkundrazi. Po ku do investoj po themi Shkodra më shumë? Shkodra po themi do investoj në Theth, po themi, do investoj në Dukajgjin, do investoj në Valbon, pra te këto zonat elitare po themi, apo te liçeni e tjera. Pra këto në këtë këndvështrim nuk të pengojnë, po vetëm të ndihmojmë. Dhe këtu ti, kur tham modelin suedez që parë dhe pjesën e Evropës kontinentale, kur tham këtë, pra kjo lidhet rajonizimi dhe shtimi i bashkimeve, brenda shtimi i bashkimeve do të thotë që shton vendimarrjen dhe shtrim më shumë në mënyrë horizontale, pra qytetarja e asaj zonës atje merr vendimin vet, i bën vet sovran ata që ku duan të çojnë fondet apo rrugën apo bujtinën. Pra shumë e prekshme për qytetarin. Po sigurisht se e bën pjesë qytetarin. Dhe kjo pastaj nuk e detyron të largohet për në rajone më të zhvilluara, sepse sjell dhe zhvillim ekonomik. Njëre në kohë neve na dukesh larg Italia dhe Gjermania. Kurse tani na duket të afër. Çfarë duhet të them? Na duket të afër tani për shkak e të komunikimit shpejt dhe globalizimit, që do thotë, po çfarë duhet ndërtojmë ne? Ne duhet të ndërtojmë standardin ekonomik dhe social dhe siguri në këtë vend, se na ky vend nuk largohet thjesht për çështjet ekonomike. Janë larguar profesor, student, largohen për çështje edhe sigurie. Cilësi jetese, standardi jetese. Standardi jetese, po edhe çështje sigurie. Çështje sigurie në kuptimin që ti mbaron një shkollë, mbaron po themi një deg caktuar edhe jashtë, edhe brenda Shqipërisë, nëse ti nuk je i profilizuar në një parti politike, nuk ke shans të çash. Dhe ky është problemi i madh. Dhe ti pret krah. Unë njoh shumë të rinj që kanë ardhur këtu, kanë ndërtuar në një vit, 2 vjet. Dhe kur e kam pa çfarë bëhet këtu, kanë ikur me mendje që mos kthehen më, dhe kjo është fatkeqësi. Se kanë burime njerëzore që nuk do vinë më. Përjashtim bën vetëm Miranda që ka mbaruar në Amerikë. Ka mbaruar, ai shikon atë kryetaren e bashkisë, aty çakura të madhe ka ajo zonjë nderuar, ka lënë Shërbana, ka bërë shkollë atje dhe ka ardhur këtu ti shërbej Shqipërisë. Prandaj respektoj këta njerëz. Dhe meqense jemi këtu zonja Rira, jeni penduar për vendimin që keni marrë, meqense e nxori avokati këtë fakt? Sepse ka shumë nga ata si ju që kanë ardhur, më fal që ndërpres, kanë ardhur e kanë provuar 6 muaj si sa avokati dhe detyruar përsëri të kthehen ande nga kanë ardhur, fatkeqësisht. Kjo, domethënë unë kam qenë në Amerikë në vitin 2006 deri në 2007. Dhe imagjino, domethënë është 20 vite përpara. Ndonjëherë kur mendoj, po të isha në Amerikë me 20 vite, mund kisha bërë shumë gjëra. Megjithatë jam kthyer në Shqipëri bashkë me tim shoqi, i cili u kthye nga Roma pas 15 vitesh në Romë dhe ai kreu gjitha studimet në Romë. U kthye me këtë idealizmin që kishim në ato kohë që sot e gjej shumë pak dhe rrallë të rinj që hajde bëjmë diçka për vendin tonë. Dhe nuk jam penduar që jam kthyer, edhe pse shpeshherë shikoj që meritokracia këtu është inekzistente dhe ka një qasje, domethënë që atë më të aftin, më të mirin, më të më të përgatitur ne largojmë se nuk e duam të afrojmë. Po them ne kanë fjalën për këtë psikologjinë shqiptare. Po për t'ju kthyer kësaj që tha Tani, se më duket shumë interesante kjo pjesa e fundit e rajoneve. Unë nuk mendoj që ka një numër magjik të bashkive, pra nëse do të jetë kaq është numër ideal, po them. Për mua edhe nëse mbeten 61 bashki është mirë, por ama ajo çka shkruar në ligj të bëhet realitet ose të përdor, si thua, domethënë të jetë autentike dhe të zbatohet. Të jetë funksionale. Nëse në ligjin e veçeverisë vendore, ti jep këto kompetenca bashkive të veçeverisën, se kështu është emërtuar. Edhe Karta Europiane, pra e Kongresit të Europës, Karta e rajoneve tjera që është kushtetuta e pushtetit lokal, një libër i vogël i shit, ku përcaktohen qartë kush është decentralizimi, kush janë të drejtat që ka pushteti lokal.
Pra, si kur atë ta zbatosh ti e në rregull, po tani në qoftë se kryeministri dhe qeveria në këtë rast, ose pushteti qendror, gjithnjë ndërhyn te pushteti lokal, gjithnjë merr kompetenca, se tash janë një antagonizëm. Njëri pushtet do t'i mbaj, ai lokali, ai qendror që është mbi krye do t'i të fusi hundët, le them, me një fjalë kështu zhargon për ta kuptuar. Dhe si e bën këtë me mënyra të ndryshme. Për shembull, unë gjatë asaj periudhe që isha kryetare, por edhe më pas kam vërejtë që bashkitë e opozitës gjithnjë janë diskriminuar. Sepse kryetarja se bashkia është i LSI-s apo i PD-s, qytetarët liheshin në radhë të dytë apo të tretë. Në të gjitha thirrjet që bënte aso kohë Fondi i Zhvillimit të Rajoneve apo FZR-ja, që ishin gjithë aparat pranë kryeministrit, aso kohë zoti Peleshi ishte dhe sekretari i këtij bordi, të gjitha projektet e mëdha shkonin për Veliajn, Fierin, pra miqt dhe ata që ishin në Partinë Socialiste. Dhe ata merrnin 16-17 projekte, ne bashkitë e vogla thjesht hapnin syt. Çfarë do thotë kjo? Që ai qytetari i Fierit i Tiranës trajtohet ndryshe nga një qytetar që ka një bashki ose një kryetar të një partie tjetër. Pra këto gjëra duhet të zhduken, në kuptimin duhet të eliminohen. Për mua mjafton që të respektohet ligjive qeverisës vendore. Kur them të respektohet, të zbatohet. Të lihet pushtetit lokal autonomia dhe pavarësia e tij. Ato që janë të shkruara për kryetarin e bashkisë, mos e bëj kryetarin e bashkisë kukull dhe leck, se ka disa gjëra të shkruara në letër aty. Por jetojmë në një epokë të servilizmit, që si shta tani, në një mbledhje kur kryetari i Këshillit të Ministrave, në këtë rast kryeministri, mbledh kryetarët e bashkive. Kryetari i bashkisë sot, Etelina, është i vetmi organ që zgjidhet nominalisht me votë. Nga qytetarët drejt për drejt. Nga qytetarët drejt për drejt. Deputeti është ky kodi zgjedhor që është shumë i, domethënë, i ngatëruar, sidomos ky si vjet. Listat e hapura, listat të mbyllura. Hapur, i mbyllur, i ngrirë, por as kryeministri nëse fiton zgjedhjet po them nuk është nominalisht. As presidenti, as deputeti, kryetari i bashkisë është i vetmi që zgjidhet nominalisht dhe jepi kryetarit të bashkisë peshën dhe rolin që i takon. Nëse ja ke varë të këmbora në qafë, është i zgjedhur i popullit, lëre të qeverisë. Me çfarë kemi parë këto vite, nuk rezulton kjo. Është shkelur kryetari i bashkisë, është anashkaluar e tjera me radhë. Pra, mua më vlen të realizohet dhe të respektohet decentralizimi dhe autonomia vendore. Të respektohen ato që janë shkruar në letër. Rajonet ekzistojnë, më sa diun tani 4 rajone të mëdha që ta kanë bërë arsimin për shembull, që për mendimin tim janë jo funksionale, duhet të gjejnë formulën e duhur për të bërë dhe rajonizimin e gjithë territorit të bashkisë, pra për të kuptuar se tani nuk mund, ka disa qytete që janë identike në mënyrën e tyre. Nuk po flas për shembull për Finiqin apo që janë bashki, kemi parasysh ku ka Pakica e tjera. Po ndonjëherë dhe këto bashkimet thjesht jo organike më shumë shtojnë problemet se sa i zgjidhin, është e qartë. Më shumë shtojmë se sa zgjidhin dhe problemet pastaj ti mundohesh, ti harxhon para. Mos harrojmë se dhe kjo reforma ka kushtuar miliona euro. Unë mbaj mend vetëm dosja që na ka ardhur në parlament ishte se merret dot me vete. Me 10 qindra trajnime nga ambasada zviceriane e tjera ose beja ku diun pafund. Dhe tani ti thua kjo nuk bën. Atëherë pse e bërë? Pse harxhove gjithë këto para? Dhe në fakt nuk bën sepse të tregoj që ka kaq shumë probleme. Dhe ti do të bësh një reformë tjetër jo për të zgjidhur probleme, por për efekt elektoral. Këtu ka një gjë që nuk shkon. Është shumë, domethënë bën muku situash, është shumë problematike. Ju kuptoj. Avokat, Partia Demokratike kërkon më shumë bashki dhe rikthimin e komunave në zonat malore dhe ndarjen e vendit në jo më shumë se 8 rajone, që do të zvendësonin 12 qarqet aktuale. Ky propozim, edhe për ju, zonja Rira, si e shihni këtë propozim? Para njërë ky do ndryshim kushtetues, që do kompromis njërë politik. Do votat në parlament. Sepse edhe Bashkimi Evropian ka thënë që nëse ti do bësh reformën territoriale, një nga kriteret e integrimit është që edhe pse është politike, është proces politik, ti duhet marrësh edhe konsesin e opozitës. Pra është e detyrueshme nga pikpamja e kritereve të integrimit që edhe opozita ti jetë dakord me këtë ndryshim. Të vendosi po me hartën territoriale dhe administrative, prandaj administrative dhe territoriale. Para një që të vëmë te rajonet duhet ndryshim kushtetues. Sa vota do? 93 vota. 93-4, po. 94, po. Vete 93 një qik ajo, po ta bësh llogarinë atjeve dhe kalon te 94 si rregull. Po 93 një qik vete kur e bën atë koeficientin që del 2 të tretat. 93 një qik 94, po te 94 kalon. Pra është kriter i BE-s, pra e para njërë konsensusi politik. Opozita kërkon
është lojale tek pra Partia Demokratike edhe që përfaqëson opozitën, sigurisht është partia më e madhe, është lojale tek rajonet, patjetër. Një variant është 8, pra akoma nuk jemi sepse jemi në konsultime publike dhe konsultimi publik këtë nënkupton që çfarë kërkojnë qytetarët dhe si e ndjen ai më shumë. Pra i po thuaj që Partia Demokratike është konsultuar me qytetarët që kanë mbritur në këtë është në proces, po bën digjezat për ditë. Pra për te digjezave që po bën që janë planifikuara midis majorancës së opozitës, që po bën çdo rreth, pra dje kanë qenë në Kuks. Pra do vazhdoj Korça, Berati e tjera me radhë, pastaj është Tirana, është bërë Elbasani, Durrësi, Lezhë e me radhë, Dibra. Pra për te kësaj, pra procesi konsultimit publik është procesi informimit publik. E para njëra është që pra çfarë do qytetari, e dyta edhe në raport me qytetarin e shikon edhe opozita, pra jep propozimet e saj dhe duke përpunuar gjithë ky mendim në fund fare do dalim në platformë. Pra sigurisht që këto deri diku qëndrojnë, pra po themi sepse janë hedhur disa ide, sepse po shkojmë drejt konkretizimit të disa situatave, po elementi kryesor është sa më shumë bashki. Nuk diskutohet një nën 61 bashki, 61 bashki absolut, 61 e lartë. Nuk e merr votën, nuk kalon me votë në opozitës në 61 bashki. Është e papranueshme për Partinë Demokratike dhe për opozitën, nuk ka ulje të bashkive, ka vetëm Po ç'ndodh nëse Partia Socialiste nuk është dakord me këtë propozim? Mund të kalojë reforma territoriale? Shiko, teorikisht ajo i ka votat, po problemi është që do ketë pastaj probleme me BE-n, sepse thash edhe një herë, se kjo ata e dinë shumë mirë që procesi tani monitorohet edhe nga Bashkimi Evropian, se si po veprohet. Po. Na pikpamje de jure kam, na pikpamje de facto pastaj do kenë probleme të tjera, se nuk bëhet reforma territoriale ashtu. Siç u bë, sepse kjo reformë territoriale që është bërë tani sigurisht jo u bë me bon sens, me dëshirë të mirë. Patjetër. Por gjatë rrugës shikoni ku na solli. Pra ajo marrja 42 kompetencave, pastaj krimi, korrupsioni, edhe këto elementet e tjera që i bashkangjiten këtyre elementeve këtu ka çuar në këtë pikë dhe ja u tham edhe një herë në fillim, pra është shtruar vitet e fundit, ju po shikoni, të paktën 5-6 vitet e fundit, shtrohet si çështje kryesore, mos largimi dhe mos shpopullimi i këtij vendi dhe mbajtja e këtij vendi dhe si fillon? Fillon duke ristrukturuar një herë pushtetin lokal, pra duke shtuar bashki, duke dhënë kompetenca për t'i mbajtur qytetarët këtu dhe për të parë çik më larg se po ikin shqiptarët, por duket Shqipëria. Si e shikoni ju zonja Rira këtë propozim? Në fakt, çështja e rajoneve, unë mendoj që është pak a shumë e ngjashme ose në konceptimin e tyre për të krijuar rajonet, është pak a shumë siç kanë qenë prefekturat. Ndonjëherë në disa raste prefektura luante një rol, le të themi, signifikativ pra. Por në raste të tjera ishte prefekti çfarë bën? Thjesht akte që vijnë nga Këshilli Bashkiak X bashkie i merr si të vërteta ose i kalon ose i jep poshtë sipas interesave. Edhe ndonjëherë, unë po flas për qarkun e Elbasanit, megjithëse ato prefekt ose ata 2-3 prefekt kanë pasur që janë ndruar shpesh, gjithnjë më duket sikur po të donte prefekti e kalonte aktin e Këshillit, që në fakt ishte miratuar në Këshill Bashkiak, kishte kaluar quorumi në Këshillin Bashkiak. Për shembull, mbajmë mend një herë që qyteti ishte gëlonte nga plerat dhe mua më duhet të bëja gjithë procedurat, dhe pasi kishte kaluar dhe Këshilli Bashkiak, më vjen një letër nga prefekti Elbasanit dhe në ato kohë sekretarja, që thoshte duhet të merrni domethënë duhet të bëni dëgjesa me publikun, me qytetarët nëse ata duan të pastrohen apo jo, pra të pastrohet vendi ose pra imagjinoni se çfarë është ai qytetar që nuk e do të pastër qytetin, kjo është afërmendsh. Po, e kam shkresën edhe sot, se disa shkresa kështu dhe i kam ruajtur, edhe Lina nga zonja Viceve, në ato kohë ata që janë nga Elbasani mund ta njohin, që thoshte duhet të bëni dëgjesa me publike me banorët e Prenjasit, nëse ata duan që të kenë këto përmbetjet urbane apo jo. Imagjinoni se deri kur shkonte kjo që hajde të prishim punë tani dhe jo të ndreqim. Kështu që për mua edhe një herë ka shumë rëndësi që ato rajone që do të bëhen pak a shumë në konceptimin e prefekturave siç kanë qenë, të jenë funksionale. Çfarë funksioni kanë sot prefekturat, prefekti, kryetari i Këshillit Qarkut në Bozgaboj, çfarë funksione kanë? Sa i takon qytetarëve, domethënë, si ju vinë në ndihmë çytetarëve, çfarë kompetencash kanë? Prefekti është përfaqësues i Këshillit Ministrave. Okej. Dhe në vazhdën e disa veprimeve në rajonin që përfaqëson, e qartë. Pra, le ta marrim të mirëqen të qarkut. Pra në qark çdo qark ka një prefekt. Po. Apo çdo qark ka një prefekt. I cili është po themi deleguar i 12 prefekt. Emërohet nominalisht nga kryeministri. Nga kryeministri. Dhe monitoron procesin e pushtetit lokal. Okej. Për shumë vendimarrje të pushtetit lokal duhet kundra firma siç e tha zonja Rira, ish kryebashkiake e Prenjasit, e prefektit. Që kur situata shumë e politizuar, çfarë bën? Ai fillon edhe bllokon këto veprimtari. Për shembull, nëse duhet të bëj një
një shkollë, një kopsh, një çerdh atje, apo të bëj një funksion apo një riorganizim, ai zotëria nuk e jep thotë sepse unë nuk e gjykoj. Ndërkohë që zonja fjalë është zgjidhur në mënyrë nominale nga qytetarja, ai e bllokon atje. Jo, zonja, po këshilli bashkiak i këshilli bashkiak që është parlamenti. Është parlamenti i qytetit. Pra delegitimon njëherë edhe këtu. Unë nuk po them sepse po janë kontradiktore këto. Atë e ka kaluar këshilli bashkiak, por derisa kalon në këshill bashkiak, këshilli ka vulën, nuk e ka kryetari i bashkisë. Dhe prefekti në këtë rast hedh edhe këshillin bashkiak të bashkisë përkatëse. Dhe del mbi të dhe vendos mbi të. Nuk jetë në fortë të plerave çdo propozim që mund të jetë ekzistencial për njerëzit. Siç ishte edhe ushqimi i kopshteve në një rast tjetër, sepse thash unë duke qenë 2 vite isha me pushtetin, isha mirë. 2 vite isha kundra pushtetit, kam pasur gjithë luftën për të penguar çdo vendimarrje, çdo aktivitet, çdo gjë, vetëm sepse isha një kryetare opozitës. Dhe këtu edhe prefekti luante rolin e tij negativ. Pra nëse do kemi rajone që kanë të sulmim, hajde të kontrollojmë si një Big Brother, të mbajmë, të monitoruar, të centralizojmë si shtatani. Pra jo të decentralizojmë, po të centralizojmë pushtetin, atëherë ato kanë për të qenë të disa skema. Atëherë përse duhet bashkia? Një qytetar mund të pyes, atëherë kur prefekti kundërshton ose miraton një vendim të këshillit të bashkiak apo të bashkisë. Për çfarë duhet bashkia? Edhe diçka Elina, domethënë që ta interpretojmë edhe çik më gjerë. Prefekti është përfaqësuesi i qeverisë. E kuptoj, po ai ka të drejtë monitoroj pra veprimtarinë e pushtetit lokal, sigurisht. Jam dakord që duhet një kontroll. Por nuk ka të drejtë të bllokojë veprimtarinë. Këtu pra duhet një ndërhyrje me ligjë kanë përshtypje. Unë do të bëj një kopsh, një shkollë dhe i thotë ky është projekti, ky është ajo, ai e bllokon. Jo thot. Pra si duhem, po kjo është flagrante. Pra këtu pastaj duhet ndërhyj qeveria, pra në këtë këndvështrim. Sipas shefit, pra e bllokon sepse do ta Këtë po themi. Është një jurist atje e cila i teket e bllokon. Dhe ajo del më e rëndësishme se 40.000 apo 30.000 banor të bashkisë që e kanë dhe ata këshilltar, 41 këshilltar, 51 që kanë votuar këtë. Është kontradiktore. Dhe kjo ndarja duhet parë, duhet funksionet, do i japim funksionet. Kur jep funksionet me ligj, nuk i ndalon dot prefekti, atë thot zonja Rira. Pra kur jep gjitha funksionet, thot pushteti lokal, kryetari i bashkisë ka këtë funksion, ai nuk e pengon dot. Prefekti duhet ndryj kur i kërkon kredi zonja në fjalë. Kur i kërkon kredi zonja në fjalë, thot duaj një kredi sovrane na kryeministri, po apo do bëj një projekt pranizimi që e kalon shumën e vlerës së bashkisë apo të qarkut, atë ndryn prefekti thot po e shikon edhe i çon draftin apo planin projektin qeverisë dhe thot po e kam marrë miratimin tim edhe vazhdon. Pra ky është, pra është ndihmës, jo obstruksionisht gjithnjë, është ndihmës. Jo, po, më fal tani. Jo, mbarova. Prefekti, domethënë dhe kjo që tha tani për çështjen e kredive, apo jo thjesht kredi, por prefekti nuk mund të jetë më i rëndësishëm, si tha, del bishti më i rëndësishëm se Sqepari. Prefekti nuk është emëruar nga kryeministri, kryetari i bashkisë është emëruar nga populli, nga i asaj bashkie. Këshilli bashkiak është, si thua, parlamenti i asaj bashkie. Ata e dinë problematikat, ata e dinë se si uji, pyjorja, pra kullotat, a do jepet me qira, apo s'do jepet, arsimi, problemet thelbësore. I din ata, nuk i di prefekti që rrinë në qendër atje, në zyrë është një rrogtar, edhe i teket e kalon, si teket se kalon. Kështu që pavarësisht dhe njerë rajoneve duhet kuptuar funksionet, do t'i ngresh bashkit, do t'i kesh qytetarët më të fortë, do t'kesh demokracinë lokale të fortë, të kenë pushtet, shërbime më pranë më afër, jepi funksionet. Ato që janë ligj, po mos ja merr, se një nga një ja ke marrë gjitha, ke ndërhyrë, heq drejtorët e bashkive, kryeministri, kjo s'është parë dëgjuar. Në kartën europiane, pra në Këshillin e Europës, Kongresi i Autoriteteve Lokale Rajonale duhet kishte marrë masa, se nuk ndodh kjo në Europë, që se ne kemi nënshkruar Këshillin e Europës, atë kartën, ne kemi i firmosur, që në 2007 në mos gaboj, tani më korrigjon se jam gabim. Tani ti si kryeministër, si ngrihesh ti dhe ndërhyn kaq. Ajo është vepër penale, Miranda, ushtrimi ndikimit palishëm, po laja çfarë flen gjumta prokurorët këtej, flen gjumta, ta që ka kapur gjithaj. Ai duhet vinte para drejtësisë me atë që ka bërë, shkarkohet ti të Vlorës, si thoshte shkarkohet ti Elbasanit drejtor. Ç'po ka me drejtorët e bashkive? Ç'a punë ka? Atë ka ndar kushtetuta, vetët e kushtetuta, pushteti lokal është ndar, kjo është ndar, s'ka punë fare. Është ndar, i ka ndar, është i ligji kushtetutë dhe në kushtetutë është ndar, edhe ligji 139/2015 për vetë qeverisën vendore, për të zgjedhurit vendor. Ç'po ka im atë drejtorin në Vlorë atje, atë ka zgjedhur bashkia atje, i shkarkohej thot atje, i drejton gishtin atje.
Unë do doja ta vazhdonim edhe më tej diskutimin. Po beshe tani, edhe qorton edhe bon ati që pas dhe mes gjithë kolegëve tjerë. Edhe diçka për shtuar. Se jemi në fund. Me paketën e maleve, me investime strategjik, janë kompetencat që ka marrë pushtetit lokal dhe ja ka marrë gjitha. Do ta bëjmë me shumë krejtësi. Vetëm për paketën e maleve do ta bëjmë një tjetër panel. Nuk ka paketë males dhe këto pa u pyetur qytetarit dhe komuniteti. I pari, duan paketë males dhe fushash këta. Edhe ajo ka shumë vend për diskutim në fakt. Aq më tepër me kushtin që i ka vendosur kandidatëve për kryetar bashkie, duhet sjellin tryez 10 paketa malesh të përfunduara që të mund të kandidojnë. Zhvilluesi të bëhet ai qytetari që ka tokën, ai fshatari që është atje dhe Këshilli Bashkiak. Unë nuk jam kundër. Doaj ta bëjmë fotovoltaik. Le të bëj Këshillin Bashkiak të Shkodrës dhe të Vlorës, atë le të bëj aksioner. Pse të viun në Tiranë? Ç'pun kam unë me tokën aty atje? Ç'pun kam unë me atë atje? Të vej legu atje të shkoj. Sa zonja sa burra që nuk e shesin as fetin as rjollin. Prandaj nuk i bën ai ata. Ka ca zonja dhe burra e gra me dinjitet. Zonja Rira, do ta bëjmë shumë shpejt një tjetër panel. Unë ju falenderoj shumë për kohën që na kushtuat edhe për gjithë argumentet, gjithashtu edhe për mua. Faleminderit. Avokat, faleminderit që ishe në studio. Do flasim për paketën e maleve, patjetër një panel sepse ka shumë rëndësi. Ne do të shkojmë në reklama, kthehemi për pjesën e dytë.